Përshëndetje. Kam shumë kënaqësinë edhe një herë për të përshëndes live sepse bëm muhabet të përshëndetem. Rahato lutem. Faleminderit shumë që jeni në studio. Urime për emisionin, edhe përshëndetje të gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen. Edhe do shikojnë të emision sot apo në ditët në vazhdim. Faleminderit shumë. Më thuaj pak si je dhe si jemi disponim, sa e përjeton pranverën, sa e do këtë periudhë? Unë jam mirë, e ngarkuar. Pranverën e dua shumë përveç pjesës që kam alergji nga polenat. Okej, paske pjesën më të vështirë për pranverën. Por ndryshe shumë mirë. Okej, unë thash që do të flasim gjithçka për një fokus shumë i madh do të jetë Summer Campi që shënon edicionin e 6. Por para se të ndalim te ky edicion, si nisi gjithçka për gjithë ata që nuk e kanë paktën idenë se për çfarë po flasim? Nisi gjithçka kur unë isha e vogël, edhe doja patjetër të isha në një kamp veror. Sidomos në Amerikë, ishin aso kohë ato filmat te Junior TV, ku unë dhe motrat e mia i shikonin me shumë dëshirë dhe donim të ishim pjesë. Mundësia ishte shumë e pakët që ne atëherë t'i frekuentonim këto lloj kampesh, edhe mbeti. Mbeti si ide? Mbeti si një ëndër, domethënë, që dikur mund të shkonim, por prapë se prapë nuk ndodhi kur. Pak më vonë, kur ne shkonim në fshat e Gjyshja, 3 muajt e verës, vinë disa italianë edhe bëjnë kamp veror ditor për fëmijët. E kujtoj atë eksperiencë me shumë nostalgji, edhe çdo vit që vinte, unë shkoja në fshat e Gjyshja dhe prisja që ata të vinin, ata nuk erdhën më kurrë. Edhe unë pata një lloj zhgënjimi kështu fëminor. Të ty zemra. Po ato kujtime e ruaj shumë dhe e ruaj me shumë dashuri. Edhe po mbeti aty, domethënë të një dëshirë që doja unë ta kisha dhe ta përjetoja kampin. Pastaj u hap akademia dhe fill pasi është hapur akademia artistike për fëmijët edhe të rinjt, erdhi dhe ideja e kampit. Si u ndjeve kur e mendove vetën të vogël sa shishe Junior TV dhe mundësit kanë qenë shumë të vogla për me shku atje, ndërsa po vjen momenti që mund të realizosh vetë? Nuk e di, kur i fut një punë shumë pasion, edhe kur çdo gjë jotja, çdo qelizë jotja mendon për gjithçka që ne bëjmë, jo vetëm për kampin, por për çdo punë që ne bëjmë, nëse nuk ka pasion, domethënë është diçka boshe, është diçka që nuk të mbush edhe të përmbush për më tepër. Kampi nga ana tjetër jam unë. Domethënë unë bëj veten time, nuk e quaj që bëj një biznes apo kam ngritur një strukturë për fëmijët apo për të rinjt, edhe së fundmi dhe për adultët, do ta flasim pak më vonë. Po, patjetër. Por jam unë. Pra, çka kanë kamp, nga struktura, nga logjistika, nga kurrikula, nga mënyra se si zhvillohet një ditë, nga mënyra se si zhvillohet nga dita e parë deri ditën e fundit, jam unë. Sa arritet që ti shqipërizosh këto kampet e Amerikës që i ke pasur në mendje? Si arritet që ta bësh formulën e bukur dhe të veçantë? I think që vjen gjitha është kreativitet edhe njerëzit kreativ. Unë jam natyrë shumë kreative, vdes të shpik gjërat, të krijoj gjëra të çuditshme, gjëra që nuk jam parë më përpara. Tani rrota është shpikur dhe ujë nxehtë është shpikur, po ideja është të nxjerrim më të mirë nga vetja jonë tek ana e kreativitetit. Si arrita nuk e di, domethënë gjitha gjërat që kam parë gjatë jetës u bë si puzzle brenda meje dhe mbi to pastaj krijova një version tjetër. Unë sot gjatë ditës ku lumtova shumë që nga edicioni i parë deri në tani të praktë edicionit 6 dhe parë që feedbacku ka qenë jashtëzakonshëm i njerëzve kur kanë kuptuar që do të ketë Summer Camp dhe njerëzve kur kanë kërcëtuar as pak të pranohen si ti dhe ta shijojnë në çdo pjesë të tij kampin. Vërtet shpend, ne thyem një tabu në 2019-ën. Nuk konceptohej fare në Shqipëri, në Kosovë jo, në Maqedoni po ashtu, të veriut që prindrit i linin fëmijët në një kamp veror me fjetje. Po. Në kamp editore, po, edhe shkolla verore, po, kanë shkuar, se natyrisht çfarë do bënin gjatë gjithë verës, po në kamp me fjetje nuk ishte e zakonshme. Erdhi mirë tek prindrit, ishte prak problematike qasja në edicionin e parë? Vum re që kjo strukturë që ne ngritëm ishte fiks për ata prindër aventurierë që donin që fëmijët e tyre të krijonin pavarësinë, kishin një disiplinë personale, të krijonin vetbesimin, krijonin ndarjen sa më të lehtësuar nga familja, krijonin përshtypje dhe opinione për gjërat e veta, për tema sociale, edhe ky kamp është për këtë grup, ose për këtë target group, le të themi. Kampi është mirë tjetë për të gjithë, sepse është eksperiencë jetësore që të mëson shumë, krijon kujtime të jashtëzakonshme, por jo të gjithë, nuk është për të gjithë. Do me thënë,
Aty ku nuk e percepton dot një person kampin veror me fjetje, ti nuk i futesh dot thellë, sa do ta flas unë, ta riflasë, ta flasin dhe njerëzit që kanë qenë pjesëmarrës. Është çështje mentaliteti, është çështje qasje se si është e kampin veror. Nuk është gati, do thoja që nuk është gati. Sepse shumë prind mund ta kenë hallin se si do të jetë fëmia atje, mund ta ngunsin, mund ta bullizojnë. Jam prind vetë sot. Absolut. Andaj të pyet as saktë si ka qenë komunikimi yt me ta, sepse psikologë ke qenë në një rol ose tjetër. Po patjetër, si të gjitha rolet i kemi bërë. Fillimisht ishte ky meraku se hera parë siguria, ku do flen, si do flen, a janë të ndara gjinit, ushqimi, çfarë menuje ka, etj. Edhe patjetër që ne i kemi një për një prindrit, i kemi marrë dhe i kemi shpjeguar se si do jetë programi dhe të gjitha me radhë. Po. Shumë pak prindër, në fillim shumë pak prindër, e kam pas me shumë merak pjesën e ardhjes fëmijës dhe gjëja parë që unë i thoja aso kohë ishte, nëse ti e ke me kaq merak, të lutem mos ma sjell. Pra, nëse meraku yt e te kalon atë pritshmërinë tek ne, domethënë e mira është që edhe ne mos na krijosh Po, as ti nuk naqesh kur prindit rrin me stres. Po, në fund e solli, edhe në fund ka qenë një nga prindrit më të lumtur për fëmijën e vet. Okej. Sepse arriti jo kaloj pritshmëritë, po mbi pritshmëritë, domethënë. Shumë e bukur. Tash edhe adultët dhe të rriturit tash janë pjesë e kampit. Si erdhi tek të rriturit kjo? Ose edhe tek ju si staf, tek ty personalisht? Prej kohësh ne kishim kërkesa nga prindrit për të bërë kamp për të rritur. Okej. Unë nuk e dija ende formën si, se nuk mund të bëja një kamp si për fëmijët ashtu dhe për adultët. Pra duhet ishte diçka komplet ndryshe. Si nga pijet, nga ushqimi? Po nga everything, edhe pak alkool do ke. Po andaj po them pijet. Edhe nuk e dija si do vinte forma. Me kalimin e kohës, duke u përfshirë shumë tek vetja edhe tek zhvillimi personal dhe duke folur me shumë miq edhe në networkun që ne kemi, unë mblodhëm një ditë dhe tham, okej, do ta bëjmë të kampin për adult, por si do ta bëjmë dhe pse do ta bëjmë? Do me thënë, ritrite ka kudo, mentorime ka kudo, çfarë do ketë ndryshe ky kamp? Ky kamp, përveç se do të jetë një argëtim i madh, edhe në fokus është argëtimi, do të ketë rreth e qark fokusi, do të ketë zhvillimin personal, do ketë logical reasoning, do ketë life skills, do të ketë meditim. Po meditimi do të jetë një pjesë plotësuese e gjithë sa eksperience, jo the main thing, jo gjë kryesore. Po që do t'ja pak copë za energjie. Patjetër, do ketë yoga, do të ketë hiking në natyrë, do të ketë orientim pa teknologji në natyrë, do të gatuajmë në kushte primitive, të kthehemi edhe një herë tek jetesa e thjeshtë. Pra, qëllimi pse u bë ky kamp është larg teknologjisë. Larg jetës moderne, larg gjërave që larg teknologjisë, larg gjërave që her pas here na bëjnë të humbasim realitetin dhe na bëjnë të humbasim edhe veten, është për ata të rritur që nuk kanë më kohë në agjendat e tyre. Pra për çdo ka kohë, për gjithkënd ka kohë, për veten jo. Edhe 7 ditë për veten janë dhurat që ti ja bën vetes një herë në vit. Kampi është vetëm një javë për adultët. Edhe unë mendoj që po t'isha unë në vendin e dëgjuesve ose në vendin e dikujt që do duhet ndishte një kamp veror të tillë për të rritur, unë do t'isha e para që do të shkoja patjetër, sepse nuk e them këtë se jam vetë po. Që e zhvilloj këtë kamp, por e kuptoj që nga vrulli i jetës, që na ka marrë, le ta themi, përpara, edhe pa menduar fare se ç'a kemi nevojë ne brenda për lumturinë tonë brendshme. Për atë fëmijën e brendshëm që të dalë dhe të luajë aty në natyrë, të tokëzohet me natyrën. Tokëzimin ti mund ta bësh kudo. Se dikush mund të thotë edhe me drejt për shembull që dikush as nuk beson te tokëzimi. Po nuk ka nevojë ta besoj askush. Mjafton ti të rish zbathur në tokë dhe bëhet procesi vet. Pra ti nuk ke nevojë as ta mendosh as ta besosh. Ajo ndodh natyrshëm. Energjia që transmetohet edhe shkon nga trupi në tokë anasjelltas, ndodh edhe pa e menduar ne. Edhe dikush mund të thotë që pse duhet vite kampi yt që të bëj tokëzimin kur mund të shkojë në mal apo diku në fushë ose në abortimin dhe ta bëj. Teknikat që ne përdorim, që të gjitha pjesët e programit dhe kurrikulës që kemi, ajo e bën ndryshimin, të cilat unë nuk mund t'i them sepse i bie që të them programin, por teknikat janë nga njerëz me eksperjenca 12 vjeçare në programe dhe kurrikula, organizime shkampesh nga fëmijët dhe deri tek të rriturit. Me ne do t'jetë mjeshtri i heshtjes dhe meditimit Sheikh Huseini, do t'jetë 7 ditë me ne, që do të bëj edhe teknikat e vetëmbrojtjes, pra për gjitha ata të rinj që duan të mësojnë sa life skills edhe të mbrohen, se të gjitha na duan jetë.
Edhe meditimin edhe jogën. Ka ndonjë numër të limituar, të caktuar? 60 pjesëmarrës. 60, okej. A ka qenë ndonjëherë kështu sold out si kështu dhe s'keni pasur mundësi kapacitet më shumë? Patjetër, pa çdo vit. Çdo vit. Çdo vit. Edhe këtë edicion? Edhe ne e themi me të madhe që vendet janë realisht kufizuara, sepse aq vend ka akomodimi për të akomoduar njerëzit. Në momentin që flasim ka ende vend për këtë edicion? Kanë mbetur më duhet edhe 15, sot mëngjesi ishin dhe 20. Okej, se shikuesit e kanapes janë shumë, po besoj që hynë dhe kulumtoj tash se ku janë, mund të na zbulësh pak detaje ndonjë faqe zyrtare se si mund. Po, adult.summercamp.al është webi i kampit të rriturve dhe summercamp.al është webi për kampin e fëmijëve. Valbona si vjet, a? Në Valbon, në një natyrë të mrekullueshme, në një ajër nuk e di fantastik shpend. Aty vetëm të qëndrosh, frekwenca. Unë kam qenë dhe ende jam atje me mend. Po, kam qenë është vend i jashtëzakonshëm, si nga uji, si nga gjelbrimi, si nga malet, gjithçka është shumë afër. Vetëm frekuenca, vetëm të rish të qëndrosh e të shëron. A është problematike kjo me gjetë lokacionin çdo vit? Ka vendet bukura Shqipëria patjetër, por të hulumtosh pak, ha? E vështirë është. E vështirë sepse unë kam shumë të rëndësishme që të ketë frekuencë të mirë vendi. Frekuencë shëruese nga gjuha e spiritualitetit. Po në Tiranë kemi bërë kryesisht në malin e Dajtit, prej 4 vitesh. Edhe kemi qenë si të thuar stabil, por erdi koha që ne të ndronim ambient edhe kishim diçka ndryshe, edhe ishte Valbona dhe nuk hezitova fare. Po qos shumë të entuziasmuar me zi po pret. Po me zi po pret, jem një muaj atje, I don't know. Sepse dhe qëndruan pak para sytim në studio të më thonë, ishte shumë në energjinë e këtij edicioni që me zi po e pres. Patjetër ne këtu do t'jemi për gjithçka, kështu që faleminderit shumë. Në rregull. Më thuaj pak cila është lidhja jote me Kosovën. Si ndjehesh kur vjen në Kosovë? Unë kam shumë miq në Kosovë, edhe ndihem shumë mirë. Më pyeti çfarë edhe një mikesh tjetër. Okej. Edhe ndihem shumë mirë. Edhe në Kosovë, Prishtinë kryesisht, edhe në Tetov kam shumë miq edhe atje. Pra është një trekëndësh, Tiranë, Prishtinë, Tetov, që ndihem si home, sepse edhe njerëzit që kam këtu janë shumë po thua? Kam. Janë persona publik, po përse nga personazhet publik apo jo? Jo vetëm, jo, njerëz biznesit, njerëz të showbizit, njerëz miq të zemrës. Po ndjesia kur hyn në Prishtinë, çfarë të kujton Kosova, Prishtina kur përmendet? Është shtëpi, ta? Vjen shpesh? Vi shpesh. Tani sidomos po vi edhe më shpesh për shkak të angazhimeve, edhe për pjesën e kampit me bizneset ndryshme, por vi. Po, unë para se të ftoja në studio, të regova pak që ka shumë profesione në cilat je fokusuar, nuk e di si ja del, sepse ke nisur shumë herët realisht me gjithë këtë punën e mediave, me punën e artit në përgjithësi, por në momenti që po vlasin duke shumë e përmbushur, shumë e balancuar, por sa ka qenë vështirë që ta gjesh veten suksesshëm në të gjitha këto pjesë. Nuk e di a kam luftuar ndonjëherë për suksesin, apo kam luftuar që ta shijoj atë gjën që bëj. Pra, shumë e vështirë që njeriu ta ndajë do sukses, apo do ta shijoj gjën që bën. Nëse ti e shijon gjën që bën, nuk ka dyshim që të mos kesh suksesin. Por nëse ti lufton për suksesin, jo gjithmonë do e shijosh atë që bën. Edhe jam e lumtur që gjatë gjithë këtyre viteve e kam shijuar çdo gjë që kam bërë. Do vazhdoj të shijoj çdo gjë derisa ta lëshoj këtë trup. Edhe jam e lumtur që jetoj në origjinalitetin tim edhe në unikalitetin tim. Sa ka qenë ndoshta për ty fillimet e tua kur ke qenë në shkollë të mesme ose adoleshente që të përcaktohesh? Thaj që ke qenë gjithmonë pranë artit dhe ke nisur shumë herët, por si e gjete veten pastaj në fillimet e tua, si e ndave mendjen unë, se personat kreativ këtë problem kanë? Por po mendon si e ndava mendjen për televizionin? Për televizionin, për aktrimin, sepse ke edhe ke studiuar edhe producente. Unë që vogël imitoja, bëja shumë imitime, kryesisht nga Portokallia në ato. Dhe më pas në televizion dëgjojmë për Krip Mjalzat, ka qenë aso kohë një klub artistik. Edhe doja shumë të shkoja atje, dhe i thoja prindërve më çoni, në Tiranë nuk ka patur, ka qenë e vetmja. Edhe doja të isha pjesë e saj, vajta, e frekuentova për 5 vite, më rriti shumë artistikisht, por jo me mendimin që do e vazhdoja në të ardhmen. Prindrit më kanë mbështetur gjithmonë, babin e kisha pak fanatik, e kam patur shumë fanatik, jo pak, në cilin aspekt? Fanatik tradicional shumë, pra goca aktore nuk mendoj që mund t'ishte, që unë vazhdoja studimet për aktrim shkollën e lartë. Para se të vendosja për shkollën e lartë, kam shkuar, kam parë një shfaqje teatri në Akademinë e Arteve. Edhe ndërkohë që shikoja shfaqjen, kisha një dëshirë të brendshme që të çohesha aty nga karrika që isha dhe të shkoja atje, të luaja. Dhe shkojnë në shtëpi dhe i them prindërve që unë do konkurroj për aktrim.
edhe kjo punë ka marrë fund. U kry. Dhe unë konkurova për aktrim, e fitova. E pranoj babi? E pranoj. E pranoj dhe jo vetëm e pranoj, po ishte ai që më shtyu pastaj që patjetër ta që të shkosh. U bë aktrimi, unë bëra 5 vite, u diplomova për aktrim. Ndërkohë paralelisht kanë qenë edhe të gjitha emisionet e tjera që kam bërë. Po magjia kur ishte duke e parë shfaqjen, doli e njëjta magji edhe kur i hyre kësaj pune? Kur e pen nga afër profesionin, prapaskenat e profesionit? Unë e dashuroj prapaskenat e teatrit. Më jep shumë magji. Më fol pak për ne që se dim. Kur isha në shkollë, që ne bënim shfaqet, e shijoj shumë atë momentin e provave, puna tavolinës me tekstin, si krijohet personazhi, si fillon, si e ka zhvillimin, si mbaron, pastaj derisa del në skenë që vjen publiku, dhe ai momenti kur vjen publiku është një magji që ti edhe frymën ja ndjen, edhe nuk ke mundësinë që ta bësh 2 herë një skenë. Ndryshe nga filmi, unë filmin e dashuroj, domethënë filmi është dashuria ime më e madhe. Seti filmik. Teatrin e dua shumë, por më pëlqen më shumë ta prodhoj. Po televizioni ku qëndron këtu? Unë atë i thash, isha ke Edita sot, dhe i thash, nuk e di që kam bërë gjithë jetën time në televizion, kur unë e dua shumë radio. Këtë ma tha dhe para se t'hynim në studio, dhe i thash, je shumë e bukur, thash, dhe pa tjetër që kamera televizionit do. E dua shumë radion, me mu. Edhe televizionin e dua shumë, por televizioni tani ka ndryshuar. Ka ndryshuar shumë. Shumë, edhe nuk është më ai televizion që unë do doja të bëja. Kjo është totalisht pamje personale, Po, kuptoj. Por televizionit priti shumë mirë. Ka një audiencë tërë që klejën e një vetëm nga televizioni. Patjetër, dhe unë jam mirënjohëse le të them ekranit televizorit që punën time e ka transmetuar tek njerëzit, patjetër. Po njeriu zhvillohet edhe evolon edhe kupton që vjen një pikë që nuk është e rëndësishme thjesht të dalësh dhe të thuash gjëra, po të thuash atë që do të thuash kur do ti ta thuash. Ndërkohë në televizion ti je detyruar të flasësh çdo ditë. Pra ti je detyruar të flasësh çdo ditë edhe kur do dhe kur nuk do, edhe kur je me Terezi dhe kur je pa Terezi. I know. E di. Por kjo është edhe e bukura, sepse... Po, shumë e bukur. Është shumë e bukur, pra paskenat e televizionit edhe unë i dashuroj, njëtë si folja edhe ti edhe për teatrin edhe për filmin, po nëse do kishe mundësin të zgjedhje vetëm njerën të bëje? O televizionin, apo teatri, po me Ose filmin? Ose filmin. Filmi, a? Po. Filmin do luaja, teatrin do e prodhoja si producente. E televizionit kërka, se mu për... Unë e kam mendin të televizioni. Do e bëje ndë një rikëthim në ndë një format ose... Nuk e kam vënë, do me thënë, nuk e kam mbyllur si cikël. E di, e kuptoj. Po të kuptoj në plotësisht dhe e di karierën tënde. Jo, por atë që po themu duke sigur e kam mbyll si cikël dhe nuk e fakt dhe nëse e percepton kështu, por nuk e kam mbyll si cikël. Do me thënë, është një gjë e hapur, nëse ndodh. Edhe unë jam e bindur që nëse gjërat janë meant to be, duhet të ndodhin, do ndodhin. Edhe vazhdojnë ecin atë rrugën për ndodhur gjithçka. Në gjithë këtë rrugë, pastaj në një pikë ose tjetër erdhi edhe muzika. Ka ardhur që kur linda. Doli me mua. Me të qenurit nën erdhi edhe muzika, si e pritë muzikën ose shumë multidimensionale, Klea. Ai vetëm hobi me qenë janë të vështira, le mo t'i bësh. Për hobi, do me thëmë muzika është vetëm hobi, unë këndoj me miqt, këndoj në makinë, këndoj në dush, këndoj në shtëpi, këndoj ku do, përveç se televizor. Përveç se aty ku duhet, a? Përveç se aty. E dua shumë muzikën. Pa muzikë nuk jetoj dot. Do me thëmë qohem në mëngjes, vendos muzikë, bie në darkë, vendos muzikë, ato të zgjimit edhe të përfjetur. Po, më shumë e do ti muzikën apo Elgiti? Elgiti është baba i muzikës. A daj dhe pëtë nduket të muzika dhe hobiut për muzike ka qenë ogur që ju dy të bëheni bashkë? Po, ka qenë, është e vërtet. Do me thënë, ne jemi njohur nga një shoku joni për bashkët, Renato, mund ta përshëndes nëse më shikon. Na ka njohur të dyve, sepse Giti donte të merrte një vajzë të re në menaxhim për muzikën. Okej. Kishte hapur studion e tij, po nuk u bë atëherë. Ne thjesht u njohëm, edhe pas 5 vitesh më pas ishte bashkëpunimi që pata me Alar Band, me këngën Amla, që Giti kishte djemt në menaxhim edhe u bë. Edhe aty ndodhi. Nuk u bë vetëm kënga, nuk u bë vetëm projekti, po u bë një jetë shumë e lumtur mes ju të dyve. Ju të dyt jeni shumë tipa, shumë pak mediatik. Nuk prodhoni shumë lajme, nuk jeni shumë nëpër mediat roz. Nuk e di a është karakteri që e bën të tillë, ty në këtë rast dhe Elgitin, apo e keni vendosur bashkërisht që duam kështu të jemi, a? E di qa mendoj Shpendi, unë nuk mendoj që nuk ka strategji, qoftë për atë që do t'a bëj lajmin, qoftë për atë që nuk do t'a bëj lajmin. Pra, ne
krijojmë tek njerëzit atë përshtypje siç jemi ne vetë. Se për shembull unë si njeri mediatik shumë pak di për ty dhe shumë pak di për Elgitin. Kjo mbase që në një formë ose tjetër, mënyra se si ke vendosur ju të paketoheni mediatikisht, ka qenë një formull në cilin ju e keni ndjekur, andaj pyeta është pjesë e karakterit, qeni përshtatur shumë mirë apo natyrshëm? Kështu jeni. Është natyrshëm, domethënë thjesht ka ardhur natyrshëm, këtë po them, dhe dikush që është më ekspresiv është natyra e tij për të qenë ashtu. Ne jemi më low. Te kjo pjesë është natyra jonë, nuk është se është një strategji për shembull që ne e përdorim që nuk duhet ta bëjmë këtë se natyrshëm ka ardhur. Unë që e vogël kam qenë kështu, edhe Giti që i vogël, shumë i tërhequr nga... Edhe pse jemi njerëz të artit edhe njerëz botës televizionit, po, kështu është. Po, unë e di që dashuria juaj mirret shumë shembull. Nuk e di në Shqipëri, po besoj po edhe në Kosovë shumë. Vjen mirë. Jeni një nga ato çiftet që pikërisht këtë formulë e keni shumë interesant që njerëzit e duan. Sot jetojmë në një botë që televizioni ka ndryshuar shumë fal që njerëzit nuk lënë gjë pa thënë nëpër media dhe nëpër intervista, pastaj reality show luaj një rol shumë të madh. Ky më duket nuk është vetëm trend tek ne, po në gjithë botën, ku ka shumë zhurmë, njerëzit i thonë të gjitha, nuk mbajnë asgjë për vete. Edhe kur vjen një personazh, një çift, siç është Klea dhe Elgiti, njerëzit e duan më shumë. Din më shumë për ta, kanë më shumë kurreshte, po ju në të njëjtën kohë nuk jep një asgjë. Nuk jep një asgjë, po them kushtimisht, nuk jep një. Po, e kuptoj. Po si e përjeton ti këtë pjesë, të pëlqen, e do këtë? E do që nuk shkruhet për ju? Nuk më pengon që nuk shkruhet dhe nuk më pengon nëse shkruhet. Pra, perceptimet e mia kanë ndryshuar shumë, edhe dua të jem dhe shumë e kujdesshme kur flaso, sepse ka shumë kohë që unë nuk kam folur në për emisione televizive. Pse nuk e dalur? Pse ftesa ke pasur, po pse? Kam patur, po nuk e kam djerë. Funksionoj shumë me energji, lately, edhe jo se nuk e kam djerë nga persona që më kanë ftuar, që mos keq kuptohem. Thjesht nuk e kam djerë unë nevojën që të dalë dhe të flas. Pra nuk mendoj që kam patur diçka të mençur për thënë, të jem e sinqert. Ne kemi një fotografi me qunin me lejen tënde, do doja nëse mund ta publikojmë apo jo? Okej. Një fotografi nga Dasma me qunin që mu mbledh shumë për shtypje, se sa shumë ke marrë energji. Zemra më. Ja, është një nga fotografitë më të bukura. Unë këtë fotografi e dashuroj, është një album me këto dy fotografi dhe qunin bën 5 vite në muajin që po vjen. Më thuaj pak sa ka ndryshuar jetën. Totalisht. Shumë, a? Totalisht, ai është shoku i më i mirë, for real. Është, nuk e di, është nuk jam unë ëngjëlli i tij, mbrojtës, është ai ëngjëlli i mbrojtës. Pse po e përshkruan kështu Klea? Kam një lidhje me Kridin të jashtëzakonshme. E dua shumë si fëmijë, si qenie, si njeri, përpara se ta dua si fëmin tim. Të kanë ngjarë shumë? Na ngjan të gjithëve. Kridi është një miks i mamit, babit, mamit Gitit, babit Gitit, mua, motrës time. Është një miks i të gjithëve, po më tepër nga natyra më kanë ngjarë mua. Tani do ta marr këtë trofe, se e kam bajt 9 muaj. Po, si natyrë të ka bërë më empatike, të ka bërë më të ndjeshme, të ka bërë më të lumtur, po, sa të ka ndryshuar këndvështrimi për jetën me ardhen e djalit? Kam qenë gjithmonë natyrë që empatike pa fund, e ndjeshme pa fund, edhe me fëmijët kam patur gjithmonë një marrëdhënie të veçantë. Kridi ka shtuar dozat, patjetër. Patjetër. E ke stresin edhe përgjegjësinë shumë të madhe të qenurit nën me rit një djalë në këtë shoqëri. Unë zakonisht kur i kam mysafirët në kanape kam shumë të ndjeshme këtë pjesë sepse po shohim dhe po lexojmë gjithçka. Dhe shumë njerëz zgjedhin të mos jenë prind ose hezitojnë ta bëjnë të dytin fëmijë dhe të tretin shkaku që e shohin se cilën shoqëri po rriten. Tek ty si vjen ky shqetësim? Shqetësimi social është shumë i madh për të gjithë, edhe për ne që kemi sidomos djem, është përgjegjësi e madhe për çfarë po rrisim për shoqërinë. Për t'i bërë të denjë fillimisht për veten e tyre, pra unë kam shumë të rëndësishme që njeriu të jetë i denjë për veten e tij, pastaj për shoqërinë. Nëse ti nuk je i denjë për veten, nuk mund të jesh për shoqërinë. Pra gjithçka fillon nga ne, nga vetja jonë. Jam munduar që kur Kridi ishte në bark, ti flisja gjithmonë si t'ishte shok me mua, një i rritur që më kuptonte, edhe kur lindi i kanë folë gjithmonë si kur flasim bashkë tani, në këtë fjalor, në këtë gjuhë. Dhe Kridi herët më ka kuptuar. Po mendoj jo që mi ka kuptu fjalët, por duke u rritur, ai krijoi atë fjalorin e fjalëve tua. Jo fjalorin alfabetik të mendimit, po fjalorin e brendshëm, të mënyrës se si unë i qasesh atij, se si unë i flisja, për çfarë
mund t'i thoja jo mami këtë, ose kjo duhet bërë, po sikur të bëjmë këtë, po sikur atë, pra krahasimet, filloj duke huazuar sjellje, po që nuk vini nga unë, vini nga kridi vetë. Kridin jam munduar të rris bashkë me gitin shumë pavarur, si fëmijë. Pra ai që 1 vjeç zgjidhte nëse donte që ti ta përqafoja apo ta puthi apo jo. Edhe kjo për mua është shumë e rëndësishme, që të ketë respekt çdo njeri për trupin e vet edhe për veten e tij. Kridi ja kemi ushqyer shumë këtë fakt. Dhe natyrisht nëse një person, qoftë ky mashkull apo femër, respekton veten e tij, patjetër që do respektojë gjithë të tjerët. E the shumë bukur, në këtë përgjigje, mora dhunë që nuk jam prind, po mora shumë mesazh të mirë, po besoj që edhe gjithë ata shikues, po në këto muhabete me djalin, cila ka qenë një pyetje e tij që të ka lënë shumë përshtypje? Është shumë kurioz si tip? Bën shumë pyetje? Po. Tepër, a? Po, tepër kurioz. Cila ka qenë një pyetje e lezetshme që do ta mbash mend gjithmonë? Shumë pyetje bën bre shpend kridi. A kanë thonë keq ndonjëherë? Pa përgatit? Nuk po më kujtohet tani. Jo, a? Nuk po më kujtohet tani, por okej, për planetin, pse është hëna këtu, pse është dielli këtu. Ato pyetje i bojmë edhe ne. Po dhe pa ishte 4 vjeç që ma ka bërë këtë pyetje, po nuk po më kujtohet. Me rregull. Që të më vi tani, duhet marr pak kohë ta mendoj, kështu që s'kemi kohë televizive. Po, në momentin që po flasim, po besoj je e përmbushur me djalin, por e ke dëshirën edhe për një tjetër? Ke dëshirën edhe për një vajzë? E ke, a? Nuk e di vajzë apo djalë, mua të gjithë më thonë kur të ta bësh vajzën. Këtë presion e ke, a? Se ma e kam të shkuar këtu në ballë që të bëj vajzë. Nuk e di. Qa do jetë, qëfar do që t'jetë, dhe kur do që të vi me shëndet, edhe me bekimin e madh nga Zoti. Pa tjetër, unë këtë nuk e dyshoj. Në rregull, dua të ndalim pak tani tek kjo katrahura shumë e madhe e rrjeteve sociale. Çfarë të pengon më shumë ti në çastin e të rinjve sot, Klea? Qoftë edhe në rrjete sociale, qoftë edhe tek mentaliteti ynë. Më pengon mua, po mendoj në rang social, jo personal, se jam pjesë e kësaj shoqërie, mungesa empatisë që kanë të rinjtë e sotëm. Më tepër se sa të rriturit është mungesa empatisë tek të rinjtë. Tek fjalori që përdorin me njëri tjetrin, gjuha e urrëties. Mendojnë që mund të shajnë këdo dhe mund t'i bëjnë keq kujtdo përmjet telefonit. Edhe kjo është, po mendoj, një nga plagët më të mëdha të shoqërisë tonë. Kjo pikë. Po. Sepse rrjetet sociale janë shumë të rrezikshme, fëmijët, adoleshentët shkojnë edhe deri tek më e keqja. Ti mundosh që djalin ta mbash shumë larg teknologjisë dhe cili do ishte një mesazh për prindrit që janë në rritje dhe kanë djalin ose vajzën në këtë moshë? Tu më ka pak ngushtë, sepse janë persone që nuk mund ta jap të këshillën, se unë kridin e kam nxjerr publikisht, deri në një vit e mbajta t'izoluar, domethënë nuk janë zorën portretin, se kur them izoluar duket, po nuk janë zorën portretin. Po. Në rregull, përveç kampit, ku e ke fokusin, pasi të përfundoj kjo? Te akademia. Te akademia, saktësisht? Saktësisht në mesin e gushtit. Okej. Pra unë nuk kam pushime fare, mbaroj kampin në fund korrikut. Andaj po të pyes. Kam vetëm 1 javë pushime dhe pastaj filloj punën prapë. Po pushimet e tua ideale si janë? Nuk ka. Okej, po e marrim që ke kohë 2 javë. Cili do ishte një pushim ideal? Me kaq sa shumë ke eksperiencë dhe me kaq sa shumë ke dëshirë të shohësh botën? Me qënë se do jem 1 muaj në mal, në rregull, do shkoj 1 muaj në det. Okej. Më pëlqen shumë tani të frekuentoj vendet si Tokyo, Vishujt Fiji, dua këtë lloj kulture. Ti shikoj nga afër. Po ndonjë këngë tre, ke ndonjë plan? Jo. Të bën Elgiti presion këtu me qira fjalat? Mua? E kundërt. A ti bë ati? Se ai bën këngët se bëj unë. Pse? Ai bën këngët. Ti bën presion që ta bëj këngën ose të vi sot në studio, ose të vi nesër në studio, ose... E kemi kryer. E kemi kryer se u bën 9 vjet nesër, më thotë do ta bëj. Kur? Okej. Po ka shumë ngarkesë. Po e kuptoj. Domethënë Giti është tani ka bërë studion e vet shumë të madh, një nga më të mëdha që ne kemi në shqiptari, edhe është fokusuar totalisht tek këngët për veten e tij, për koncertet, ka shumë koncerte, ka shumë angazhime. Po besoj je shumë krenare për sukseset e tij. Jam tepër krenare. Sepse në Kosovë duan shumë e dëgjojnë shumë muzikën e tij. Po, e di, dhe është realisht jashtëzakonshëm mënyrën se si bën këngë dhe po besoj që një arsye shumë madhe suksesit të tij është edhe mbështetja që i ke dhënë ti. E vlerësoj. Seriozisht po, sepse
në një mënyrë ose tjetër shpërfaqet pak bashkëtesa e çiftit në profesione të vërtet, ndryshme. po, Kemi po. raste të mira, kemi raste edhe më pak të mira, ndaj edhe të thash. E vërtet. Klea, falenderoj shumë që ishe në studio. Faleminderit shpend. Të lutem, faleminderit. Thank you.